Gjesti shpreh pëlqim ndaj Viserlos. Një kthese papritur ka ndodhur sot në shtëpinë e Big Brother VIP, që ka lënë të habitur si banorët, ashtu edhe teleshikuesit. Gjesti, një nga personazhet më të komentuar dhe më të diskutuar të këtij edicioni, ka shprehur pëlqim ndaj banorit të ri Viserlo, i cili është prezantuar më parë si një person me orientim homoseksual. Kjo situatë ka krijuar mjaft diskutime brenda shtëpisë së famshme dhe ka tronditur ekuilibrat e marrëdhënieve që ishin krijuar deri tani mes banorëve. Deklarata e Gjestit ka ardhur gjatë një bisede të zakonshme në oborr, kur banorët po diskutonin për përshtypjet e tyre ndaj njëri tjetrit. Në një moment, Gjesti ka shprehur hapur admirimin dhe tërheqjen që ndente ndaj Viserlos, duke i thënë se e vlerëson shumë karakteritetin dhe personalitetin e tij. Ky moment ka shkaktuar një heshtje të çuditshme mes banorëve të tjerë, duke qenë se deri tani Gjesti kishte krijuar një afrimitet të dukshëm me Eglin, një nga banorët femra më të spikatura brenda shtëpisë. Marrëdhënia mes Gjestit dhe Eglit ka qenë një nga më të komentuara në rrjetet sociale, me fansa që prisin zhvillime romantike mes tyre. Tashmë, kjo deklaratë e papritur ka ndryshuar totalisht perceptimin e publikut dhe ka krijuar spekulime të shumta. Shumë nga teleshikuesit dhe komentuesit e rregullt të formatit po pyesin veten nëse kjo është një strategji e reloje nga ana e Gjestit, i njohur për qasjen e tij të papërmbajtur dhe provokuese, apo nëse vërtet ai po shfaq një aspekt të personalitetit të tij që nuk e kishte treguar më parë. Viserlo nga ana e tij reagoi me buzëqeshje dhe duket se e vlerësoi sinqeritetin e Gjestit, duke e falendëruar për fjalët e mira. Megjithatë, ai nuk u shpreh qartë nëse ndjenjat janë të ndërsjella apo jo. Banorët e tjerë kanë reaguar në mënyra të ndryshme ndaj kësaj situate. Disa duken të shqetësuar për ndryshimin e papritur të dinamikave në shtëpi, ndërsa të tjerë po e marrin me sportivitet dhe kuriozitet. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.